Sot do flasim për një deklaratë të famshme të Marta Kos, komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian, e cila në një intervistë për një media europiane, Politico.eu, ka thënë që ka folur për çështjen e Ballukut, gjëja që ne po e monitorojmë në kuadër të monitorimit drejtësisë së re, edhe ka thënë që pak a shumë kalon të kuptohet që shqiptarët janë një popull hajdut. Në fakt nuk e ka shumë gabim Marta. Po ku e di Marta këtë është pyetja. Marta këtë e di se i ka thënë Edi Rama. Edi Rama dhe Marta Kos janë të së njëjtës shkollë, kanë të njëjtin pronar, që është George Sorosi. Pra, i ka thënë kjo shikome, thot, se atje na vjedhim gjithë, thot, vjedhim si popull, thot. Rrezik i ka thënë që unë vjedh më pak se gjithë atje, thot, se njerëzit e thjesht thot vjedhin më shumë. Kam përshtypjen që mund t'i ketë thënë kështu Rama, dhe ajo si nxënëse e bindur e të majtës liberale, që në frym ka retorikën për të varfrit dhe në praktik ka vjedhjen, zgrapsjen, e ka besu, e ka thënë që këta vjedhin gjithë si popull. Megjithatë, po e bëj videon, pra ne e kam vënë dhe titullin që pse ka të drejtë Marta, fort gabim nuk e ka Marta Kos. Ne jemi i vetmi popull që kemi pas një shprehje se kjo është e trashëguar, kjo çështja e vjedhjes është e trashëguar. Edhe po e shpjegoj pak pse. Aktualisht ne jemi një nga të rrallët popuj në kontinent ose edhe në botë, nuk e di, që hajdutit nuk i themi hajdut, po i themi është burri zoti. Bravo i qoftë, sa i zoti që është, e pati në dorë, nuk u tregu budalla. Pra të mos vjedhësh në Shqipëri je budalla. Ti jesh i ndershëm, të punosh me ndershmëri dhe në bazë të principeve që ka njeriu. Po e marrim ndaç principe laike, principe ligjore, ndaç principe fetare, kush i ka, ata pak që i kanë, quhesh budalla, quhesh idiot, quhesh i trash, quhesh i pa aft. Pra në Shqipëri quhesh i pa aft, nëse nuk je i aft të vjedhësh. Edhe këtu ka drejt Marta Kos. Ka drejt edhe Edi Rama që ja ka thënë. Pra, ne du t'i themi gjërat ashtu siç janë. Pa e pa ky popull të vërtetën në sy, pa u përballë me të vërtetën, ne nuk kemi për të shpëtuar ndonjëherë kurrë prej padrejtësive që na bëhen. Nga vjen kjo historiku? Vjen nga koha e komunizmit. Shqiptarët e qunin të vjedhje shtetin, në kohën e komunizmit e qunin kështu shkit një qime në derë, thoshin. Pra ka qenë si tip shprehje popullore. Po kush e nisi i pari? E nisi shteti sigurisht, e nisi shteti se u mori pronën. Pra u konfiskoi pronën qytetarëve dhe qytetarët e panë si të drejtë legjitime që ta vjedhin shtetin. Se nuk e quanin më pronë të tyre, pronën e përbashkët, kolektivizimin, nuk e quanin të tyre, po e quanin të grabitur. Edhe sa të marrin mbrapsht marrin, e legjitimuan këtë formë, ne kemi legjitimu vjedhjen. Dhe kjo vazhdon akoma edhe sot. Në kohë të komunizmit vjedhin njerëz në kooperativë, vjedhin kallës, misri, vjedhin kujtun furrat e bukës, kujtun një ça bukë vjedhin e gjitha më radhë, vjedhin edhe nga halli. Pra në atë kohë mund ta krahasosh me vjedhjen e famshme që ka ndodhur në Francë, që vodhi atë kafshatën e bukës ai Jean Valjeani. Edhe kështu, po që të bëhet kulturë, se komunizëm kanë pas gjitha vendet, nuk ka pas vetëm Shqipëria, po që të kthehet në kulturë vjedhja, me thënë drejtën ka ndodhur vetëm Shqipëri. Edhe këtu ka drejt Marta Kos, por Marta Kos ka një problem shumë të madh. Marta Kos është komuniste vet. Marta Kos është agjente e shërbimeve sekrete, ish agjente e shërbimeve sekrete jugoslave, që nuk e dia është më sot, por mediat slovene, mediat e vendit të saj, e kanë akuzu, kanë gjetë dhe prova dhe fakte
që ajo është në shërbim të agjenturave të Jugosllavisë. Pra ka qenë gjatë kohës që ka qenë paprish Jugosllavia dhe kjo ka qenë një nga pjesëtarët e atij shteti. Do thoni ju si ka kalu filtrat e qysh ka kalu filtrat, kjo është shumë e thjeshtë për ta kuptuar, prandaj Serbia është përpara nesh në çdo fushë, sepse ka lobingje më të forta, ka kulturë shteti më të fortë dhe punon çdo udhëheqës i Serbisë punon më shumë për shtetin e vet se ç'punojnë ne, udhëheqësit tanë për shtetin e tyre. Aq sa unë nuk më duket e tepër të them që aq shumë punon Aleksandar Vučić për Serbi, sa ka rekrutuar dhe Edi Rama. Në një farë mënyre, në një farë forme, me gjitha sjelljet politike që ka bërë Edi Rama, që shkojnë në favor të Serbisë dhe kundër Kosovës, nuk do të bënte më shumë një agent i kësaj, çfarë kanë tani këta ishu të bën, se si e kanë, nuk e di emrin, se si e kanë atë shërbimin sekret tani, bija më duket. Nuk do të bënte më shumë. Çfarë po bën më pak Edi Rama, se sa do bënte një agent i rekrutuar i mirëfill. Pra, kryeministri i Serbisë na ka rekrutuar, presidenti i Serbisë na ka rekrutuar ne njeriu kryesor të shtetit, na ka rekrutuar kryeministrin. Edhe ajo Marta Kos, që është përfol edhe në afera edhe në gjitha me afera tjera përveç kësaj të punojës së shërbimit sekret, ka drejt në këtë aspekt, se vetë ne ja kemi dhënë këtë drejt. Fakti që janë vjedh miliarda euro në Shqipëri nga ky pushtet në 13 vite dhe nuk reagon kush, do të thotë që këtu vjedhja është normalitet, që këtu vjedhja pranohet, që këtu ky popull thotë po ç'mduhet mu, që ky popull thotë për turpin e vet, s'mi ka marrë mu, se këta e quajnë që të vjedh shtetit, vinë edhe të fus dorën në xhep, e në ti marrë, nuk ti merr ashtu. Ai të merr paratë e taksave, ti shpërdoron. Ti shpërdoron me tunelet, ti shpërdoron me rrugët, pastaj s'ke as rrugë, s'ke as tunele, siç është rasti i Belinda Ballukut. Pse të mos e thot Marta Kos? Mund na vinë keq që të shpallësh një popull të gjithin hajdut, por në fakt kjo është e vërteta, dhe ajo ka thënë një të vërtetë që neve kështu na sheh Europa. Ajo ka thënë një të vërtetë që Edi Rama nuk ka ndërmend të na fusne në Europë. Kur i ka thënë privatisht Marta Kosit që atje janë gjithë hajdut, që unë kam vjedh më pak se gjithë edhe populli thjesht vjedh më shumë se unë, i ka thënë që ata s'duan as pasaportë europiane, që do në Europë ata. Prandaj vjedh unë, prandaj keq qeveris unë, prandaj bashkëqeveris me krimin edhe me mafjen, që ju të mos na fusni në Europë dhe ata mos marrin pasaportë, mos vinë këtu se ju vjedhin edhe juve. Pra në këtë kontekst duhet pa deklarata e Marta Kosit që Europa neve kështu na shef. Për gjithë ignorantët, për gjithë idiotët, fundrinat që prohorisnin se do u japi Edi Rama pasaportën europiane, kjo është pasaporta europiane për juve. Ju jeni hajdut. Ju që keni duar trokit këtë, jeni hajdut. Dhe këtë ua ka thonë shoqja e ngushtë e Edi Ramës, Marta Kos. Vim tek një çështje tjetër që sapo ka ndodhur. Drejtësia, kjo fliqësirë në drejtësi që ka Shqipëria, që na kanë bërë këto Marta Kosat e Juri Kimat, e fali Irena Gjokën. Irena Gjokën që mashtroi në formularët e vetë deklarimit. Irena Gjokën që e ka përdor si kamikaze kundër kundërshtarëve politikë të Edi Ramës. Pra këta që financojnë drejtësinë, këta që thonë mos shkilni drejtësinë, gjoja bëjnë presion, e bëjnë këta, janë më maskarej se Edi Rama. Pra Edi Rama e di me kë ka të bëjnë. E di se çfarë ka përballë nga këta europianë. E vetmja gjë, e kam thënë edhe herë tjetër, po e përsëris prapë,
E vetmja gjë që do i hap punë edhe i ka hap punë Edi Ramës është se ky duke i njoh mirë këta, duke qenë dhe i pa kulturë, u shkel vijat e kuqe. U shkel vijat e kuqe në çështjet e NATO-s, u shkel vijat e kuqe në çështjet e sigurisë kombëtare që kanë bënë me këto vendet e këtyre, dhe kjo është e vetmja mundësi që ata e kanë marrë natë edhe po ja shtrëngojnë litarin e Edi Ramës. Po të mos ishte kjo, kur asnjë gjë e keqe nuk do e gjinte Edi Rama. Sepse ai e di që qeveritë kryesore të Europës janë të korruptuara. Qeveritë kryesore të Europës përbëhen nga burokrat që s'kan lidhje me popujt e tyre fare. Pra që janë në një hendek të madh me popujt e tyre. Ai e di që në Amerikë blehet deri një nga shefat më të lartë të FBI-s, siç u bleu me Gonigalin. Sepse ashtu funksionon ajo Amerikë, siç edhe po u blen sot Donald Trumpin duke fal ishullin e Sazanit, duke fal Zvërnecin, praktikisht duke fal gjithë Vlorën me ishull brenda për interesat e tij personale. E vetmja mënyrë që mund të reagojnë Amerika është kjo çështja e portit, që ky ua ka shkel vijën e kuqe aty dhe ka fut rusët, është përlyer edhe me rusët. E këtu është një problem që ati i has sharra në gosht dhe ndoshta nuk do e ketë kollaj për ta te i kaluar. Pra, Edi Rama nuk është njëri i paditur, siç e kujtojmë ne. Jo unë, po siç e kujtojnë, e kanë kujtuar në fakt ta kundërshtarët e vet gjithë edhe që është i paditur dhe do e rrezojmë kur duam ne. Edi Rama është tinzar, por në aspektin psikologjik, sociologjik është i fortë shumë. E njeh mentalitetin e atyre. Ua mori drejtësinë, e pon ata me parat e tyre, ua mori ky e përdori për interesat e veta. Sot Irena Gjoka nuk përfaqëson asnjë standard të drejtësisë europiane apo drejtësisë amerikane, e cila e mori Mogherinin, atë shushkën, atë zhgaravinën, e mori dhe e rrasi brenda. Apo tjetra që e mori me Gonigalin dhe e rrasi brenda. Këto janë standardet e drejtësive të tyre. Apo siç pati marrë përpara Bjondin, edhe pati unë në bankën e të akuzuarve, e përpak e rrasi brenda. Pra, nuk ka këtë standard kjo drejtësi në Shqipëri, edhe ata din shumë mirë, pa ata nuk pyesin fare, sepse mendimi i tyre për neve si popull është ajo që u thotë Edi Rama, që ne jemi popull halabakësh, jemi popull hajdut, jemi popull që s'meritojmë asnjë gjë më shumë. Edhe këtu u thotë të vërtetën. Ma besoni, nga që thonë, qatë doni thoni, këtu Edi Rama u thotë të vërtetën, prandaj Edi Rama po na sundon neve, ka 13 vjetë që nuk i cënohet pushteti, po na sundon sepse na jemi kështu. Na kemi frikë ta shohim të vërtetën sy. Na kemi frikë ta themi të vërtetën. Na kemi frikë si popull, kemi frikë të bëhemi palë me të vërtetën. Po e dallu që shumica është në krahun e jo të drejtës, në krahun e të gabuarës, na nuk pyesim më fare se si e qyshe tek ku qëndron e drejta. Ne shkojmë atje ku është shumica, ose shkojmë atje ku është forca. Edhe vendimi që ka marrë Bledar Maksuti sot për Irena Gjokën është vendim i tillë, i një mentaliteti të tillë. Nuk e ka ditë, thot Irena Gjoka, që ishte e dënuar në Greqi, kur në fakt ka dokumenta që tregojnë se Irena Gjoka ka pagu avokat, ka pagu person që të shkojnë t'i heqë atë ekspulsin që ka pas atje sytë e vetë. Pra, unë nuk besoj se Irena Gjoka ka bo krime në Greqi. Po Irena Gjoka është si punë e këtij antarit KLP-s
që doli me hardall në dorë, nga zyra e shtetit, si shefja e tij që del me minifun në takim me Gonzaton, me ambasadorin e Bashkimit Evropian, kështu është edhe Irena Gjoka. E pata bo para 2-3 ditësh një koment të tillë, kur shkrova për këtë të KLP-s, që këta kështu i ka kap ky regjim. Këta pranaj kanë kalu vettingun, sepse janë njerëz me cene, janë njerëz që mund t'i shantazhosh ku të duash edhe si të duash. Dhe i mori, i futin vetting, hoqi gjithë njerëzit që nuk i shantazhonte dot, nuk i ka shkarku se janë të korruptuar, nuk i ka shkarku se ishin të pahaft, edhe këta që erdhen janë më të aftë. Nuk ka lidhje fare kjo. Po spaku është një nga monstruozitetet më të mëdha që ka kriju Parlamenti i Shqipërisë. I këtij mendimi kam qenë unë kur e gjithë opozita vajti e votoi. I këtij mendimi kam qenë kur gjithë lloj halabaku në emisione të këto banaqe televizive të darkës bante lau për spakun. Kur gjithë maskarent me Lulzim Bashën krye bërtisjen Amelika. Kam qenë kundër prap. Kur dilin sondazhe fllëqësirash te Euronewsi, që e nxinin spaku institucionin më të besuar në vend edhe se te komunitetet fetare. Pra, komunitetet fetare në Shqipëri kanë problemet e tyre, njerëzit fetar kanë problemet e tyre, por ne i shohim tani, kishat plot, xhamiat plot. Ai prapë nxirrte që më shumë besueshmëri ka spaku se sa në Zot në Shqipëri. Pra, deri këtu pati arrit niveli i propagandës. Dhe jo më kot, edhe zonja Marta, agentja e shërbimeve sekrete jugoslave, ashtu e akuzojnë mediat e veta, futun në internet, edhe kërkoni, ndaç anglisht, ndaç shqip, ndaç slovenisht kushti, Marta Kos, agente e UDP-s, edhe do i gjini materialin aty, nuk e them unë, e thonë mediat e vendit saj, mediat slovene. Qofse del një që thotë jo po pse është aty ku është, e kujtun, aty ishte edhe Mogherini, po ishte hajdute, ishte komuniste, ishte fllëqësir. Ashtu është edhe Marta Kosi, pranaj është aty, duhan, jo çdo njeri që ka një detyrë edhe një funksion në këto institucionet burokratike të BE-s është automatikisht njeri i ndershëm. Marta nuk di vetëm një gjë tjetër, që hajdut je edhe po që je sloven, hajdut je edhe po që je gjerman, italian, amerikan e treqi me të pirë. Sepse amerikani ishte me Gonigali, ishte hajdut. Amerikan, ashtu italiane, europiane ishte kolegja jote, Mogherini, po ishte hajdute, ishte kokra hajdutes. Europiane je dhe ti, slovene, por deri tani spiune je se ç'je tjetër, do ta shohim më tutje. Pra, popujt e dashur Marta Kosi, kështu janë po t'i lësh të lirë, po i mbledh ligji, i mbledh zbatimi i ligjit. Kur del opozita këtu, edhe proteston, sepse Edi Rama nuk dorëzon një hajdut para drejtësisë, fllëqësirat e ndërkombëtare dalin e vend të llallin, dhuna. Po të njëjtët njerëz dalin edhe thonë që ju jeni popull hajdut. Po dy gjëra, kështu unë po ta pranoj, që ne si popull kemi sa shprehje për hajdutin që nuk i ka kurkush. Pra na nuk e dënojmë, e admirojmë hajdutin, por jo se jemi vetëm ne kështu. Kështu që për gjithë ata që dëgjojnë videon, ajo ka thënë një të vërtetë. Na vjen keq, s'na vjen keq, e vërteta duhet pa në sy. E në fakt kjo duhet të shërbejnë, kjo e vërtet që ka thënë kjo, Marta Kos për neve, duhet shërbejnë për të na shkund neve, që të kuptojmë se duhet me majt anën e drejtës.
Nuk duhet me lavdru hajdutin. Duhet me lavdru njerin e ndershëm, njerin që punon me djers, njerin që është i aft, jo dembelin, jo i moralin. Se dhe këto këshu i shumë në. Qëse është një dikush drejtor në i punë, shteti, deputet apo ministrë dhe ka 5-6 dashnore për shkak të pushtetit që ka, e që mirë i taft. Fakt, ai s'është i aft, ai është maskara, ai keq përdor pushtetin. Se nuk është një njeri i zakonshëm në rrugë, edhe ka 6-7 dashnore që ti bravo i qof, po themi hajte, megjithëse është kundër moralit tim e kështu, mund t'i thush këti, po jo këti tjetri që është me pushtet. Jo këti antarit KLP-s që i thotë do të ndihmoj unë, edhe i ço pisliqe në telefon nga zyra e shtetit. Se dalin ca thonë janë privati bisedat në WhatsApp. Bisedat private në WhatsApp, po bisedat e mia që bëj unë nga shtëpia ime me dikë, me këdo që ti bëj, ato janë private. Nuk janë private bisedat nga zyra e shtetit, që i thotë jam zyrë të shtetit, po shkojnë në mbledhje, do ta zgjidhim atë problemin që ke ti. Që i kujtojnë këta ignorantë që dalin e flasin edhe tregojnë se çfarë është bisedë private e çfarë është publike. E megjithatë, KLP-ja nuk mori asnjë mas. Nuk ka për të marrë mas rrezik edhe ky maskaraj tjetër, ky Metani, çfarë është ky i LDI-s që do të çan atje. Por fakti është fakt. Sot ne kemi një etiket, pavarësisht se këta të opozitës e kanë qujt, e kanë sulmu Marta Kosin, s'ka faj Marta Kosi fare. Marta Kosit duhet me ju përgjigj gjithmonë ashtu siç e meriton, duhet me trajtu gjithmonë ashtu siç e meriton, dhe nuk duhet me ça kokën fare se çfarë thot Marta Kosi e Marta Dhalla kur bëni protesta siç është për të bërë protesta, mos pyesni fare, se kostrat e Dhallat kështu janë. Janë ma afër me Edi Ramën, se pranaj janë kriju ambasadat për të punu me qeverit, jo për të punu me opozitat, edhe opozita jone di shumë mirë se ka qenë pushtet vetë, e kur ka qenë pushtet, ambasadat kanë punu me atë, nuk kanë punu me opozitën, edhe sot e njëjta gjë është, sepse nuk mund të ndryshojnë logjika e funksionimit të institucioneve me han, do funksionojnë ashtu siç janë kriju, qofshin mirë, qofshin keq, nuk ka rëndësi ajo. Po duhet mos merret fare me Marta Kosin, po t'i jap zjarr në kuptimin metaforik protestave, mos pyes kush çfarë si tha. E kërkoj jo po ka dhun, jo po s'ka dhun, nuk kam punë fare ata. Lerini ata shqiptar të ndershëm, ata pak të ndershëm që janë, të revoltohen ashtu siç duhet të revoltohen, edhe të protestojnë ashtu siç duhet protestojnë. Sa për pjesën tjetër, Marta ka punën e saj, qofse është akoma, nuk i ka shkëput lidhjet akoma me agjenturat jugoslave, ajo është duke bërë detyrën. Është duke bërë detyrën, siç janë duke bërë detyrën që i dhanë lapsin dorë Edi Ramës, edhe firmosi letrën me Aleksandar Vučićin për të përjashtu Kosovën nga integrimi evropian, për të favorizu Serbinë dhe për të përjashtu Kosovën. Pra këto njerëz kështu janë. Shumica e njerëzve që vihen nëpër poste publike, vihen njerëz të shantazhueshëm. Mos ta harrojmë këtë. Po akuzohet Trumpi. Trumpi që unë vazhdoj të jem pro atij si frymësi, po jo si idiot, se nuk jam simpatizant idiot i idiotësirave që bën Trumpi. Po Trumpin po e dëgjojmë ne që thonë, qofshin demokratët, qofshin analist pavarur, Tucker Carlson, një nga më të famshmit e konservatorizmit amerikan, po e shantazhojnë, si po e shantazhojnë me dosjen e Epsteinit. Ka shumë gjasa që tjetë e vërtet. E kanë marrë, e kanë fut në për këto skutat perverse të Epsteinit, edhe morën e futën me zorë në luftë me Iranin. Nuk e fito do të luftën atje, se është idiot, nuk di se në qa luftë e hyri, nuk di se në qa pellgu e futi ai Netanyahu, edhe ngeli atje s'di si dal tani, jo po më tha ky ministri luftës futu, më tha ky, më tha ai. Pra kështu janë njerëzit në gjithë botën. Ajo që i ma është se i man ligjet.
ama në Amerikë nuk të falin. I ka humbë zgjedhjet në Mar-a-Lago, Trumpi, në bastionin e vet, aty ku rri shkon çdo fundjavë ose 3-4 ditë të javës shkon rri atje, madhe mbledhjet e qeverisë, i ma të gjitha nga ajo rezidenca vet atje, atje i ka humbë zgjedhjet. Se kanë reaguar amerikanët, se nuk pyesin ata që ta japin votën, t'japin pushtet, ata të shtukin nga pushteti. Kështu ta bëjnë Francë, kështu ta bëjnë Gjermani, kështu ta bëjnë Itali, ja thënë hunët e saj Gaforres në Itali, Giorgia Meloni, që do shet merrte kontrollin e drejtësisë. Italianët ja thënë hunët. Ata që e kanë votu masivisht, e kanë votu dhe komunistët, bastionet kryesore edhe më të forta të komunistëve në Itali, Giorgia Meloni i ka fitu. Por kur erdhi puna që i hypi vetjam qef, te i kaloi vijat e kuqe, ja thënë hunët asaj, shushkës. Kështu e bëjnë popujt. Kurse ne, na vi ka keq tani se na pas ka thënë Marta Kosi hajdut edhe kalu hajdut. Edhe sikur mos t'jemi në mas hajdut ne, fakti që se reagojmë ndaj hajdutve na bën bashkëfajtor, na bën hajdut. Kështu që për këtë arsye, Marta Kos na ka vu një diagnozë të saktë. Ku e ka marrë informacionin? Në 2 variante thash. 1 është komuniste vet, e di. 2 i ka thënë Edi Rama. Ata në hajdut i ka thënë janë të poshtë. Kështu flet Edi Rama për shqiptarët, edhe këtë e kam nga një burim shumë i afërt i tij. Kur del jashtë shtetit, nëpër tavolina, siç bën kështu si hokatar publikisht me këto batutat ordinere, si batutat që bëjnë këto të lindjes mes me këta diktatorët, anë që rrinë nga 50 vjet në pushtet, në biseda private me çdo udhëheqës evropian, me çdo lider evropian, shan shqiptarët, fyn shqiptarët, tallet me shqiptarët. Pra i përçmon. Thot më karon, thot me u marr me i popull ordiner, me i popull hajdut, me i popull që s'reagon. E kam të sigurt këtë. Ma besoni? Njerëzit që ma thonë, sigurisht nuk mund dalin, se punojnë me atë, janë njerëz të afërt atij. Por, ma besoni këtë, që personi i parë që na nxirr bojën neve, si popull jashtë është Edi Rama. Pastaj vijnë këta tjerët, jo po Marta Kosi, po tjetër. Po edhe ne, si popull, duhet të ndryshojmë qasjen. Duhem t'i themi të drejtës të drejtë, ta mbrojmë, edhe kur jemi vetëm, edhe kur është kundër nesh, edhe duhet t'i themi të poshtrës e poshtër. Edhe kur e gjithë shumica është me të poshtrën, ne duhet t'i themi që ajo është e poshtër. Shifemi në video tjera. Mos harroni këto subscribe-et e këto që janë. Vazhdojmë.